A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahu në gjellë falendrojmë, salavat e salamat pejgamberit alayhi salatu wa salam e dërgojmë. Vazhdojmë me këshillat që flasin rreth disa rregulloreve të përzierjes muslimanit me njerëzit. Pra ju dini se na muslimanët nuk e kemi as pjesë të fesë, as të urtësisë fetare që më distancu nga njerëz edhe më mbyll, edhe me najt, thot populli ku rafsha mos u vrafsha. Ajo është gabim. Ja kemi një fjalë të Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, i cili thot: përzihuni me njerëzit në jetën e përditshme, përzihuni me ta. Jetoni si ata në jetën e përditshme. Edhe dallahuni prej tyre me veprat e juaja. E kupton? Fjala e kuj është kjo? Fjalë e Omer ibn al-Khattabit, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ai ka qenë mulham, person që Allahu xhalla shanu e ka inspiru. Fjalët e tija kanë qenë dukat. E tash çohet dikush edhe të thot kundërtën, na duhet mu distancu, na s'kem punë me këta, na s'kem punë me këta hajna, me këta qafira, me këta të pa din, pa iman, këta idiot, këta lloj paragjykime, lloj shpifje, lloj fjalë, lloj urrëtie për kan, për popullin e vet, për babën e vet, për nanën e vet. I thoja një njerit për fatkeq, zut përmendin në trevat tona shqiptare, thash si e ke babën, tham ka dek. Thash Allahu ta mëshiroft, Allahu ta falt, Allahu azhjal e ka ploft me rahmetin e vet. Jo, tha hoç, tha mosulat, tha për të tha. Inshallah në xhenem, thash kanë qafir. Opa, pse? Edhe ai mi përmendi sipas ti veprat cilat janë normale që i bën një mëkatar, normal, jo qafir. Jo qafir. Vepra, cilat dikush ma shumë, dikush ma pak i bën ato mëkate. Mëkate nëse mujmë me qujtë, që nuk mujmë ju ikë si popull, si musliman, si umet. S'po përmendi diçka me qëllim. Pse o vëlla, pse ti nuk bën dua për prindin tanë? Merr shembullin e Ibrahimit alayhis salam, derisa Allahu xhalla shanu ka thonë mos bën më dua për ta. Ka bën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për haxhin e vet, ka bën. Derisa kanë zbrit argumentet e qarta, ma mirë me gabu e me bën dua për babën tanë. Edhe nëse s'ti pranon Zoti, me bën dua, me kryt ti borxhin, se sa me gabu mos me bën dua ai tukon musliman. E çfarë që ky mentalitet nuk na çon kërkon neve. Nuk i bën dobi umetit. Na duhet të përzihemi me njerëzit. Por ku është dallimi? Domethënë, është shumë ndryshe me i thon dikuj, mos rreni me ata të cilët i bëjnë haram Allahit. Mos rreni me ata të cilët pinë alkool, të cilët dëgjojnë këtë, bëjnë ata. Na deri këtu jemi të pajtuar edhe na. Po ku është dallimi? Se ata e orientojnë, e vizatojnë, e bëjnë skenarin të tillë që ty do më thonë ku të dalish ti mos me mujt me najt me kërkan. Na themi rrini me të gjithë njerëzit, përveç në ato momente kur bëhet harame. Sot merr një pyetje, hoxh, a bën më bë këngëtar? Ban më bë këngëtar. Ban, po me kushte. Kënon pa muzikë, nuk kënon fjalë ndyta, nuk qëtë spote të haramit, që për i bije se adem Ramadani ban me kënu. A kuptan? Më varët unë të ashtë perceptaj. Unë nëse du me perceptu këngëtarin, atë rrugaqin, ato pa din, pa iman, atë pa moralshme, atë i bjen mësme, është ndalu me më konë këngëtar. Por nëse perceptoj unë me qëto kushtet e mija, dhe më dhonë unë e zbuti situatën më rana halalit. A bën me vizitu kushërit të cilët nuk falin namaz, të cilët nuk e dojnë fenë, bën me vizitu. Veç momentin kur ata dojnë me sha, me ofendu fenë, ti çka bën? Që ty distancohu. Allah ka përmen në Koran. Nëse fillojnë me baj gara me fenë, largohesh prej tyne. Nëse fillojnë me pi alkool, largohesh prej tyne. Po me kushërit bën me najt përveç në momentet e haramit. Me thonë kollaj është ndryshe, me thonë mos rreni me ata cilët e shajnë dinin e Zotit, me cilët e... Po nëse na nuk rrim me ta, kush ka me nejt, kush ka me ju bo davet?
na themi rrini me të gjithë njerëzit, po thotë Omer ibn al-Khattabi, khalitun nase fi ma'ayishikum, në jetën e përditshme përzinu me njerëz. Wa zayiluhum, dalloni prej tyre bi a'malikum, me veprat e juaja. Me veprat e juaja. Tabaqatul Hanabila, vëllimi 2, 166, me qëllim për përmane. E nëse ka thonë Omer ibn al-Khattabi kështu, po i bjen kjo që na duhet me pas integrim social. Në integrim social mos më na pa njerëzit shtresat e popullit të ndryshmet, njerëzve si njerëz të egër, neve si njerëz të egër, si njerëz agresiv. Jo ata me pa një lloj pasqyre që i imponohet nga televizori, nga portalet, që qesen atje ka bon joni kështu, edhe të parashikon edhe ty të para. E përkundrazi pastaj kur del një hero i cili e shpëton, bëhet sebeb me shpëtu një jetë, edhe ajo është me mjekër, tash po çudit njerëzit, edhe këta po shpëtoi kanë se këta veç mysin njerëz. Jo bret, nuk është e vërtet, por na jepni na mas pari, t'ja japim shansën atyne, duke u përzi. Ku dallomi? Na dallomi me veprat tona të mira. Na bëjmë tregti sikurse të tjerët, na dalim pazar sikurse të tjerët, na blejmë shesim sikurse të tjerët, na punojmë, ndërtojmë sikurse të tjerët. Na bëjmë atë, bëjmë gjitha, na vozitim kerën. Dallimi jonë është se na nuk rrajmë, na nuk bëjmë dallavere, na nuk mashtrojmë, na bashkëpunojmë me çdo kan në halal. Në halal. Na kështu i kundërshtojmë njerëzit veç me vepra kur është mbytyje harame. Keshim, flasim, nuk rrajmë, bëjmë ajgare me halal. A e kuptut? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë më mirë për ju është ai i cili përzit me njerëzit dhe bën sabër ndaj atyne dameve që mundin m'ia shkaktu ata. Vllazni, për zot Zotit, keni kujdes, mos e krijoni bindje të pathyeshme se na duhet mu distancu me njerëzit. Jo. Nëse na nuk ja spjegojmë Islamin me veprat tona praktike, na s'kemi bën kur gjë. Na duhet më përzi një fjalë, një vepër, një vepër e mirë ndikon ma shumë se sa 1000 fjalë të mira. Një vepër e mirë, ma shumë se 1000 fjalë. Një njeri me veprat e tija pozitive mund të ndikoj ma shumë se 100 njerëz ose 1000 njerëz thuj lirisht, që mundohen me folë, domethënë për ambiente të mbyllura ku e diçka. Nuk është koha na më apo çefin njëri tjetrit, më mbyll, më i distancu prej njerëzve. S'u po gjoj punë, s'u po gjoj, po ku më shku tajtë, çka janë tu të bë? Nëse ta lejoj namazin, çka ka lidhje? S'është tu të ofendu fen, ta lejon namazin, është korrekt me ty, pse s'punon ti? Na ta shohim popullin si pjesë e jona. A dini kur keni me kriju urrëtie për njerëz? Atë kur ta shefni popullin si armik i juaj, nuk janë vëllazni, populli jon nuk kanë armik i joni. Ti bim këmbanave të alarmit, është këtë kuptojmë prej disa djemve të ri të cilët kanë ide tekfiriste. Me u distancu prej njerëzve, distancohet pi babës, pi nanës, mbyllët, nuk shkon të ai, nuk shkon të ky, kërkuisinja si ty në për ato ideologji, ban agresiv, ban të egër, të egër. Edhe pastaj tutesh që ti me i pa në rruga, po këta nuk e din, që këj djali but deri dja, që ka u ba me këta? Që ka u bon kështu agresiv, nuk din me të buzëqesh, e ka sjelljen, pamjen, e tjerë, si kurse të një arroganti. Bëhet musliman rrugaq. Njëjtët budallaki që i ka bë para Islamit i bën apet veç tash në amën të fesë, menon që në jetë i arsyeton budallakit e tij. Dalloni për njerëzve me veprat e juaja, ama popullin na duhet ta shohim me na udhim populli. Me bë me dek dikush para 2-3 dite ka vdek një lagjes time, moshës babës tam, djem ka shku men, subhanallah, ja rab thash, a ka falë në herë në namaz. Edhe unë djeva fajtor, a ku mujt me shku një herë, mi ullë këm kryq, ose në kafë, ose dikun, për Zotit, la filan, se na lale përdorim. Për Zotit, hajde për burë në gjami, fale për një gjuma, s'munësh, sen ullë falë, qështë unit mësoj që në marë abdes, nëse s'din. Kështu na du të shohim popullin, nëse vdes dikush pa din, pa namaz, na me ndje që kemi përgjithësinë ndaj tyne.
Nuk i kemi komoditetin na me nejt, ka 2-3 veç thjesht në për kafe dhe mos mu përzi me njerëz. Prandaj i thashtë njëri prej njerëzve të mençur që ka pas prizeni Haxhi Kemali rahmetullahi alejhi, me qëllim për përmendi këtë. Kur kum kry studimet, një prej fjalëve që ma ka thonë se kam pas respekt dhe kam njoft moti, Allahu më shiraf. Tha kur gjë nëse s'bën, veç dhe në për prizen, ka të shek karika me peshkir që është shaje që kanë të pane, kanë dekje në qatë shpi. Dilë në për prizen, ka të shek në aluhin, të njoftën, s'tjoftën, s'ka problem. Përziju në fatkeqësitë e tyne, shkosh, në që o kryt, kallëzojo një fjalë, të etur janë njerëzit. Kam qenë një prej familjeve një ditë, ka marrë dikush prej xhamatit, Allah shpërbleft, të cilët unë e njeh domethënë prej njerëzve ma pasanik, ma mendje mëdhaj, ma si të them, s'di si të them, mos paç punë me ta. A ki parasysh mos paç punë me ta. Një afërt ju kish deki tyne, subhanallah. Mashallahin, të unt me një diçka për i Zotit, namën të Allahit, po dhe me dalment që ju ka deka krabaja i tyne, pse? Nuk ju ka dhonë shansa, nuk ju ka dhonë mundësia. Tash ti mund me thonë, që ka mund e faj, une pëse s'pa vena ta në gjami, po bre jam të të kuptu ty. Kur ju erë shansa, ti mi ju të sakat ndera tyne, për rastin e, pse une nuk shkova, pse ti nuk shkova, pse ai nuk shkova, mi adhon ati mundësin, ai me një për artë parë për islam. Apo dënë me pas babën nënën në xhenet. Kështu dush me ba, dush me vepru ti, me bo këtë dua, këtë sevap, apo shetë qysh vjen vdekja, i qilën sëtë njerit. Hitë s'është më rëndësia ka me majt, as ka me majt. E rëndësishme që ti ja ke tregu pasqyrën islame. Nesër nuk mund me thonë, ja rab, 40 sa xhami ka pas prizeni, 45 imama, edhe 45 muezina 90, edhe një 200-300, 500, 1000 haxhi, edhe një 7-8 djemë tri që falen, edhe një 2-3 pleq, edhe një 20.000 xhumaxhi, asnjëri s'm ka folë për din, o Allah. Kur na shohim domon popullin si një potencial që na kemi përgjegjësi ndaj tyne. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk e ka zonë gjumi, tu shkunë për kabile, tu shkunë për shatora në haxh, tu shkunë për njerëz, tu cakat nder. Derisa Allah i ka thonë fala tadhhab nafsaka alaihim hasarat. Mos e shkatërro veten për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë ka bëjt gajle. Shumë ka bëjt gajle për popullin. A jemi na ata që bëjmë gajle popullin? Qysh tu përzi me ta? Nuk jam të thonë mu përzi në harame. Jam të thonë me pa popullin si gjuna që ki dhimbje ndaj tyne. Nuk guxon mjeku, nuk guxon polici, nuk guxon dikush që punon një punë tjetër, mu kon ma i dhimbshëm për popullin se sa na musliman. Mjeku i cili 24 orë është në shërbim që ati popullit, që ati të plagosurit, vramit, të shtypurit, bom ndeshjet, smutit, pidhambarki, shpina, ajo kjo. Mjeku që shërin gajlot, se s'gajlot muslimani për ta. Për ta. Mjeku thjesht, nëse është besimtar, nëse është besimtar, edhe bën për rëza Zotit, edhe bën për rrugë. Po nëse është besimtar, e bën veç për rrugë, ama e bën jep hakin punës vetë. Polici, jep hakin punës vetë. E shtin vetën në rrezik për me shputu një person nëse është në mbytyje jetë ati. Zjarë fiksi, e shtin vetën në rrezik me shku me nëzirë për shpis, një njeri që është tu kallë një shpi. A kuptoni vetën ku jeni? Pse na nuk e vendosim, s'po thon vetën në rrezik, pse na nuk sakrifikojmë për të tjerët me shpëtu nga kush? Nga shirku, nga zjarri i xhehenamit. A nuk jemi na më të thirrurit për këtë punë? Kjo nuk bëhet duke u distancu. Prandaj, vllazënit të cilët distancohen nga daja, nga tezja, nga halla, nga nipi, nga kusherin, nga ky kurti, për Bajram ti nuk pishkon, nuk picakat nder. Pasha Zotin nga bemeki. Po Bajrami është festa jote që ti dush me ja qel derën, ai kështu po më këshur, let këshur që shdojë. Me bo me ditë pasha Allahin çfarë përgjegjësi kemi, nuk na kizon gjumi natën. Mane këtë këshill të Omar ibn Khattabit. Ne jemi të folë përzimja me njerëzit. Pra, integrim social. Duke rujt identitetin. Po dhe të mere, përzinu me njerëzit, njëtën e përditshme. Por, vëqaunit dhe Allahuni me veprat e juja. Pra,
Në fund po them, integrim social me ruajtje të identitetit. Me ruajtje të identitetit. Kur te ruan identitetin tënë, të kuptojnë ata. Vjen një moment që kanë me të kuptu. Po shkoja një herë me vizitu njonin, mja bo për hajën i diqka. Ata kështu, popullata jonë, me ato problemet, edhe të rikasë ndërë, një ilagjës time, dele gruja ti, bojnë më hoqë, thash, ka marrë kështu për ta vizitu bashkëshortin, tanë, morin. Tha, më bënë halal hoqë, tha, s'po du me të ngushtu, tha, më sinë mrena se janë të pi. Bori me 3-4 vetë, u kry. Selam aleikum, Allah shpërbleft që, së më qitë në pozit, ta runë identitetin, edhe tjetëri, se ajtë njema, të di parimet e tua. Ta runë identitetin. Kur është harami, më së përzi. Ama le nërfaj. Kesh dje, po brojë, ma bënë Allah, më ka zëj shoqe, po, ma bënë Allah, inshallah khair. A i kuptan? A ja pet njën nërfaj. Ne jemi të folë për njerëz në kushte normale, se ka dikush që prej natë, e më nëtë me të ba, kështu me të ba. Ajo mesele tjetër. Në qëtë pikë, keni kujdes vllazni. Dalim të tjetra. Thot Aisha radiallahu anha, shumë herë ju jeni në pakujdesi ndaj një ibadeti, cili është ojnana besimtarve. Ka thonë, prej ibadeteve më të mira është thjeshtësia. Thjeshtësia. Më koni thjesht, mos më konë me në madhë, mos për pas dëshirë me u dalun nga të tjertë. Thot Shekh Albani ka një regull, hubbu dhuhur, jaqsimu dhuhur, dëshira për të duk, për të shfaq, unë. Thot, i thënë shpinat, kurizet, dhe vëllan të hupë autoritetin kretë, dëshira për të duk, veç të rëzanë. Kurse, kur ti nuk lufton për të duk, thjesht je i thjesht, i dashur, i buzëqeshur, ulesh me të gjithë, nuk dallosh nga të tjerët, ajo veç të ngritë. Afdalul ibadati at-tawadu, me qenë i thjesht. Në një prej bajrameve njëherë isha me djalin tim Abdurrahmanin, edhe dolem prej xhamisë, të gjithë njerëzit kanë ardhur te xhamia me kjerrat mirë edhe me kurse njëri prej multimilionerëve të vendit aty, kisha në kam, i vetmi. Edhe, po më thot djali, pse ky s'ka ardhur me kjerë? Ai ka, kesha. Thash se është ky i thjesht. Ky veç këpucat i ka, sa i kanë ata kjerrat. Po ky nuk do mu kazu. Dëshira për mu tregu veç tull. Veç tull. Kurse me ne qaj që je, veç Allahu të ngritë. Por, këtu, të wadu, thjeshtësia, nuk nënkupton për çmimin e vetvetes. Të kemi parasysh. Këtu do të jemi pak ta luajmë mirë lojën. Nëse më lejohet me thonë lojën, se nuk është për qëllim na me aktru. Po lojën do të thonë ditë me lujt pozicionet. Më boj thjesht pa kalu në nënçmim. Dhe më bon krenar pa kalu në mendje madhësi. Krenar bash me dinin. Krenar bash me fenë e Zotit. Arritjet e tua nuk livdosh me to. Me arritjet e tua nuk kallzan. Shejtani s'lera, subhanallah, pa kallzu bona këta, bona atë. I thjesht bash me veprat tua. Me dinin Allahit krenar. Por, sa i thjesht, sa fillon tjetri, nëse dikush e shet që me një mezhlis thjeshtësinë tonë për e keq përdor, duke u mundu, ose me të nënçmu, ose ai me arrit autoritet që ato që se ka, a me të majtë dersën atë drejtimin tanë, çka bën ti? Masale i shtrin kamët, sikurse Abu Hanife rahmetullahi alayhi, i thu ka dal. Unë zesh ta me forse, unë për këtë mesele, unë ty të lanç atje. A dhe nëse e lyp situata. Përndryshe, thjeshtësia është e mirë.
Qetësia besimtarit fillimisht është në zemër. Fillimisht në zemër. Pastaj, pse jo, me rrethona, me raste, edhe në pamjen e jashtme, në ecje, në folje të folurit, në veshje, etj. Edhe pse prapë edhe këtu kemi me fol, për shembull te veshja, ka raste kur është një tubim i caktuar, ku besimtari kërkohet me pas një veshje të caktuar që e tregon nivelin e tij, ose e përfaqëson një komunitet caktuar. Atëherë duhet me pas atë veshjen që i takon atij, sepse ka herë na tu dash më bë thjesht, ja çelim derën dikujt me na nënçmu. Me na nënçmu. E këtu mendoj që kemi vend shumë për me diskutu, edhe në psikologji mësohet kjo. Mësohet mirë, aty mundeni më u kthy ma detajisht. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ka thënë një fjalë të madhe. Kur thot mos i lë veprat e mira karshi njerëzve, për shkak se dikush s'po ta di për nerë. Nga se thot ka dikush tjetër që ta di 10 fish. Tash po dalën për një pikë tjetër. Njerëzit mjekët popullor, edhe hoxhallarët, të cilët merren me rukje me këto sene, ka raste prej tyre që nuk kanë çmim të caktuar. S'kan çmim. Thot sa dush jap. Po ti pyet, apo ti japin, thot dikush heq, e dikush shumë në fund po bën se barazim. Kështu është edhe fjala e Aliut. E bën ti një të mirë dikuj. Dikush s'ta di. Mos e nal të mirat pse s'ta ka ditë njani. Sepse ndodh që ja bën dikuj një të mirë, 10 fish ta kthen, e mbulon edhe të këtij që s'ta ka ditë për nerë. Tash çfarë edhe një pikë. Na po e lëm anash atë meselën që punë du të mi bë për Allah. Apo ta ditën njerëzit, s'ta ditën njerëzit. Çuçi dallojmë na imanin ton, a jemi të bë punë për Allah, që na nuk na lëkundet imani edhe vullneti për me bë mirë karshi njerëzve, si ata që na ditën, si ata që s'na ditën, na njëjtë e kemi. Por tjetër është imani, tjetër është imani dhe teoria, tjetër është praktika. Në praktikë njeri ndikohet se je njeri. Ndikohet kur ja bën dikujt një të mirë, edhe ai s'do më për ty, po ti pak vjen siklet, ha? E marr dikon me makinë disa 10 ose 100 kilometër, edhe ai çet kushte, se pas ke ftoft shumë, të shaj pak më shumë, jam se në qesh deri që atje, mos më lën gjysë tullës, a më laj pak keq, ti çuditesh subhanallah. Këtë vend siklet. Po çka më bën? Mos thuj pse njoni nuk ta ka ditë, mos thuj a di çka ka ardhur koha, mos më bë kërkuj mirë. Se gjinja, kështu, jo, mos thuj. Ti bëne për Allah, pastaj dije se ndodh që dikush ta di për nerë, sa ti mbulon që ata krejt që s'ta kanë ditë, ai me një doat veten. Na kemi raste kur ndoshta keni raste alamat mira asaj se ndodh që dikon e merr me makinë ose diçka ose ta thot këtë fjalë. O Zoti, kur mos hupt. Zoti të ruaj ty me familje me vllatë tan jetën. Zoti të gëzoft gjithmonë. A di çka do të thonë kjo fjalë vllazni? Ti nuk e dini jetën e tij, mashallahin. Wallahi me të pasdhan 5.000 euro, me bo me të thonë e Zotit të rujt me familje e vlad, një fatkeqësi Allah me e largu një smuje, e cila ka mujt me kushtu 50.000 euro. E ky me t'i pasdhan 5.000 nuk ta kish vlet, sa që ajo, doa që ju ka bati Kabul. Prandaj, Aliu po do me thonë, po thot, bën ju mirë njerëzve. Në natyrën tonë, në praktikën tonë, mos ndikoje asgjë ata që s'ta din. Se vallahi ka njerëz që ta din. Edhe që ata që ta din, kanë më mbulu edhe hisën e këtyne që s'ta kanë ditë për nerë. Te Allahu morën vesh. Pikë tjetër, thot,
le ta përgatit njeriu veten e tij, shiko, kjo është shumë e madhe. Kështu, le ta përgatit veten e tij që edhe nëse krejt bota bëjnë kufër, edhe vjetaj i vetmi musliman në botë, ai nuk pranon me bë kufër. E vazhdon tash as çaran. Mos u bani thot, na i thojmë popullor që ka shkon shumica. Ka shkon shumica. O gjefene, kretë që shtu po bëjnë, kretë ka hi bën mod tash, dars ma të mi bon në restorant, hoqë sumpinalin bre mo gratë, pi kësa vepra, hoqë fmit mos pëngojnë, ka ardhë që shtu koha. Imma'an, i kanë thonë qëka është imma'an, ka thonë Ibn Mesudi, imma'an, i bjerën thot, shqipë për këthej, unë nuk shkoj, kanë shkoj njerëzit. Unë shkoj, ka duhet me shku. Ka duhet me shku, jo ka shkoj njerëzit. Unë nuk e kam në keqe asë një imam. Asë nuk bom imam i kërkujnë të keqe. Me thonë, ka bo filoni, ja. Unë e kom përgadit vetën që kretë bota me bo kufër, unë s'ka me bo. Sepse unë nuk jam, ka shkoj njerëzit. Allahu ka thonë në regull në Kur'an, o ju besimtarë, nuk ju bën dëm ata që kanë deviju, nëse ju jeni të udhëzuar. Aleikum enfusakum, kjo në vetën e juj. Kujdesuni për vetën e juj. Kjo është në fund, na duhet më munu për tjerë. Po në fund, me rujt vetën, sa pejgamberi kanë thonë popullit vetë, kretë botën mledhne, bani planet e juja, mundoni çka dëni me mba, unë nuk e lëshoj rrugën e Zotit, edhe stutën për juve. As nuk devijoj për presioneve të juja. Ibn Mesudi bëdhet, përgadit e vetën, në familjen tonë ti më konë vetëm, ti më konë i pari. Sa njerëz na shkruajnë pyetje dhe na thonë, hoxh, familja po më kundërshton namazin, po më kundërshton sunetin ose mbulesën, e kam vështirë. Unë që i thamë? I thamë, alhamdulillah që Allah zhjel pas ka zgjedh ti më koni pari në familjen tane. Kjo ndërë për ty. Pse mërë të sifat këtësi? Pse? Pse mërë si ndërë? Ty të ka zgjedh Allah zhjel më koni pari, ose e para, në familjen tane, ti me njës një rrugë të khejrit, pasha Allahin. Guri që në gurë, nëse pik, streha ose qeshmja, kam i bon shaja për 5 vjetë, për 10 vjetë, për 20 vjetë, pasha Zotin nëse jenë hak, edhe nuk toleran, nuk po të thamë o bo arrogant edhe rrugaq, e kuptu ma të pik, por nuk lëshon pa, je i drejt, e tjerë, Wallahi, ka marrë momenti që ata, me ignorancën e tyne, me paditurin, ndaj fes, kanë me lëshu pa se nuk mundët, terri me mund dritën, nuk mund, kur ka terë? Kur mungën? Drita. Nëse ka dritë, a mund me bona e sen terë? Nuk mund me bona se. Vetëm atër kur s'ka dritë, eksiston terë. E nuri Allahut, dini Zotit është dritë. Në momentin që paraqitët dikun, ka me reflektu sa do që, e këpa, më konë një objekt shumë i mbyllur, por në i qamjet vogël e ka në mrena është drita, në për që ato të qanët, ka me dalë drita për jashta, ka me reflektu. Andaj, shumë me pas kujdes, mos me u bon që është po bëjnë njerëzit, por kjo kërkën me u konë ti liderë. Liderët janë ata cilët nuk ndikohen nga rrethanat, por kanë parime. Liderët janë ata cilët janë besnik parimeve të veta. Nuk ndikohen, për shembull, t'ja bëj unë qefin dikuj se ka me mështi mu profesor në fillën shkollën. Ta lëshoj një parim temin. Çka bën besimtari? Nuk lëshon. Qohet një djali i ri, edhe thot pëlqej pak pem po foli me një vajzë. Vesh dej të fejom edhe stakfirullah mase ne mbyll këtë kapitull pendon. Jo, ti je lider, ti ki parime. Ti nuk toleron parimet e tua. Kretë të gjana dytësore që e prishin rregullën e dinit tënd, ti nuk i toleron. Se ti nuk jeton për diçka tjetër, jeton për Allah, edhe nuk bazohesh. A ke pa kur dikur, inshallah s'është më, kur jepnin lejet,
Ju dini këta, edhe haptas për përmenim krejt e din. Ishtë përhapa i mendimi, unë nuk e di sa është i vërtet, po shpesoj sa i vërtet, se a kum një po, ja, pa i dhonë 50 euro së në kalon lejen, pa i dhonë 100 euro së në, kret për japin, që ka lidhe nëse japin kret, pa ashtu kështu kanë me të rëzu, që ashtu ka me të bon ty edhe 2 javë, ki më vënu, ki me pagu që ka euro, sa u kone paracitja provimi, që ka në përzdytje, ki me po edhe një 4-5, a pet ki me pagu 50 euro, që ka lidhe, edhe 200 ka mi pagu, edhe 300. Jo me jetu ma të mendimin që kret po bëjnë të bëjnë dhone. Po shpresoj që së është e vërtet, sepse mund me më thonë dikush a ki fakte, jo, s'kam fakte. Po du me pasru vetën para kamera, mësë me më thonë, hoxha, hajde se vërtetaj këta, s'kam fakte. Nëse duhet 50 herë ti me hi me marrë lejen, 50 herë më rëzu. Dysan e ki, ose si e të ditë, ose si e të bo haram. Nashtë. Nëse s'din, mësau det mësosh. E nëse din, a për të zbon me dhonë haramin. E kuptum? Jo me u bazu, jo me u mera në që po bëjnë kretë, po bëjë dhune. Ja, ti nuk u të zanë, ti ki parimit dinit. Nësë të bënojmë shumë, edhe 2 i kemi, inshallah. Abdullah ibn Mesudi ka qenë prej djetarëve të sahabëve, edhe kur dilte prej shtëpisë vet e pritnin nxënësit të dera. Edhe shkonin mas, dikush e pyeste, dikush shkon të mas. Edhe ka pas rast kur i ka thonë aman, mos hasni çështo as mos më pritni. Aman se është në çmim për juve edhe sprovë për mua. Përzimja me njerëzim të fol. Është rujt. Ulemat pastaj kanë diskutuar bën me shku mas mësuesit, udhës me e pyet. Kanë thonë inshallah taala është e lejuar kjo gjë, s'ka problem. Edhe nëse duket që është në çmim për nxënësin, por në çmimin e rrugë të dijes, është e lejuar. Nëse kujpe nënshtrohesh Allahut, dinit, mas kujpe shkon, mas dietarit, që është trashëgimtari i pejgamberëve, i pejgamberit. Por ulemat sot praktikohet që shkojnë nxënësat dhe i pyesin ulemat edhe i njekin nga mbrapa. Por Ibn Mesudi ka pas gajlën e vetë, mos po prishet mjeti i tij, syfatësia mos po hyn te ai. Nëse është e sigurt nga kjo gjë, normale të kanë qenë nivelet nalta, nëse është e sigurt nga mendimtasia, inshallah taala nuk ka problem, lejohet për mësuesin me jarë nxënësat, edhe pse më mirë është masi të shkojnë në vendin e dersit, me ul aty edhe me e pyet mësuesin. Mirë, edhe fundit thotë Abdullah ibn Mesudi po ashtu, prej thjeshtësisë së besimtarit, ar-ridha bid-dun, thotë min sharafil majlis. Me u kënaq me ata ku e ulin në mejlis. Se ka problem, ku ulet në tubim. Edhe dyta, thotë me i dhonë selam këdo që e takon. Rune që ta, selam me i dhonë njerëzve, rune këta. Jepni selam njerëzve. Përshëndet në njerëz, si njoftë apo jo. E të kjo, e para ndoshta pak duhet me sqaru. Prej thjeshtësisë së besimtarit është ku e ulin mos me bë zhurmë. Kjo mundet më keq kuptu, dhe më thonë, më u mirë kuptu kështu. Ti e din veten kush je. Pse e bën gajle ku të kanë ul? Se ki problem te. Në fillim, në mes të odës, në fund të odës, përveç nëse ka shenja me qëllim të nënçmimit tënë. Atë nuk pranon. Lyp venin tënë ku të takon. Më ullë. Thojnë plesht, mos ullë në vend të huj, aty ku së takon. Por, ke shku me një vend edhe së të kanë njoft njerëzit. Hoxha, shkon, neve na bjen, ndonjëherë në ndonjë vend ku ndoshta nuk na nje dikush, edhe ti e sheni vend lirë që aty te dera po që kështu, trap ulesh. Se ki problem, nuk bën me thonë, ma shoni një vend kryet të odës, se unë jam filan fisteke. Jo, nuk vunë ti për këta. E ndërkohë, ti nëse je i Zoti me dijen tane, bindit të tjerët që ti nuk je kanë për qatë vend. Po ti se ki problem, nuk e ke vujt
e ata masanena ose të kërkojnë falje, ose të marrin edhe qesin kryet venit, etj, problemi tyne, puna tyne. Ti mos vuj për vend. Na kemi pas raste kur njerëzit, domethënë, për shkak se kanë mysafir, dikush I ka ulë në kryet venit mysafirt. Njëjtit nivel. Ky yti, I venit tanë, para mendo. Në vend se ky me të përkrah, çka bën ky? Të gjen vrejtje. Pse s'mule mund kryet venit? Ti I jemi. Ti duhesh me mnimu mu. Me përkrah. Me thonë që ti mysafirt. E jo pastaj me thonë nuk veu në mezhlisën e dytë dhe nuk vej ashtu. Nëse është normal I njëjtë. Nëse bëhet me nënçmim, me qëllim të nënçmimit, ajo është mesele tjetër. Pra, të mos jetojmë na me dëshirën që ku po më ul, edhe pse u ula në kryet venit, gjithmonë me dasht pozitat. Përpara kanë pas kryte, të na I thojnë kryte berrit, kur kanë prej në për darspa, kanë prej dele ose dash, e kanë marrë kryte berrit, I kanë thonë berr, jo derr me D, me B, keni kujdes, se dikush në kamerë mos po e keq kupton, dele, do më thonë ose dash. Edhe për respekt, kokën e kanë qitë ma mysafirit në mexhlis. Ku shikon, ajo koka ka qenë thjesht simbolik e respektit. Për ndryshe mish nuk ka në ta, jo e dinin. A I ka vetë pa hungër I shkreti. A që ka hungër kamën anena ka pas ma shumë mish se kë. Po ja që o konë shë respekti. Edhe ka pas rast kur nëse se kanë qitë dikuj, unë një njëre, që se kanë qitë të një akrabaj vete, a I 40 sa vjetë sot nuk fol me akraban, veç pëse se ka qitë kryte e deles. Nuk ki nevoj me bon këta. Nuk ki nevoj. Mos me kalun mendje madhësi, në vetë pëlqim. Edhe pse, është mirë, gjithë se cilët, enzilu nëse me nazilehum, I kena përmenë, se cilët njeri jep janë pozitin që e meritan. Kur ti thu dikuj, kur të merë të thirë dikush, hajde ullë qëto, e këqyrë ti, e je për qatë vend po. Edhe I thuon po ullëm, ma nuk luj prej qëto. Me fillim, më ullë në venin ku e kam unë. Jo gjithë se cili me e qu prej venit, si kursaj që ullë në kryt venit e se ka meritu. Pasaj se cili që ka ardhë, e ka largu. Largo njerë, largo prej fillimit odës, deri kanë qitë në fund. Edhe këshim pas debatu kjo për fund, pa për mbyllim e këta, këshim debatu ata sa metër tha është që kjo oda. Dhe jipshin mendimet saktuma, I tha, unë e di. Me metër tha nuk e di, po me ullse, mrapa e di, tha, se 22 herë si me thonë, e kum lujt prapanicën, tha desa kum dalë këtu në fund, tha I kish që kaq ullse. Pse? Ullë në venin e huj. Kush ka ardhe ka? Lëviz. Gjithë se cili du të më ullë në venin e vetë. Kjo është pasaj edhe mi marë pozitat, edhe në shtetë, edhe në bashqi islame, edhe në ministri, edhe në mjekësi, në spital, etj. Çdo kush me marë pozitën që është I Zoti për të edhe e ka venin e vetë. Pra të dashur vëllezër, mundoni që thjesht manën mend që ato meselën e integrimit. Na duhet me pas kujdes se jemi të veçantë, se jemi të zgjedhur që I vim Allahin sejdë, por nuk jemi mendim dhaj. Të integrohemi në shoqëri duke mos e humbi identitetin ton. Allahu na përmirësoft, na fal, na udhëzoft. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.